Fati I parë I regjistrimit online nisi nga 12 qershori deri 15, sot nxënësit edhe nesër I sjellin dokumentet në shkollë dhe pastaj me 18 qershor maksimum deri ora 12 duhet të dalin rezultatet. Ne vazhdojmë të mbetemi shkolla më e kërkuar, mirë po me numrin minimum të pikëve që kërkojmë 70 pikë dhe kozmetika që ka numër më të vogël të pikëve. Interesimi është shumë I madh sidomos te infermieria, por është një risi se si vjet kemi edhe asistent dentar paralele duale me numër të shtuar të numrit të praktikës. Edhe aty është interesimi I madh. Një lehtësim që kemi në krahasim me vitet e tjera është se në sistemin online ku aplikojnë nxënësit I ka tërhekur notat nga ditari elektronik I shkollave fillore dhe tani nxënësit do me thënë prej kur aplikojnë e shohin se janë për këtë shkollë ku kërkohet minimum 70 pikë ose duhet të kërkojnë një shkollë tjetër për të regjistruar sepse nuk ja lejon sistemi në qoftë se nuk I ka pikët të bëj aplikim. Do me thënë si vjet pranojmë 629 nxënës me mësim në 3 gjuhët mësimore, gjuhë shqipe, gjuhë maqedone dhe gjuhë turke. Interesimi vazhdon të mbetet po I njëjtë si edhe vjet.